pas Habibit plagoset Roland Roma, a djali jo në Sloveni, po ashtu plagu edhe Demir Jakupi, një luftetar shumë i fort, i bjen blumi pej tokës i hinë qëtu në barkë. Edhe vjen tonë, e shë përballë, tham, ullni se armiqt forcat Serbi kem shumë ofër, se as 8-10 metre me thonë luftimet ka jenë zhvillu aty. E shti gishtin e nëzirë Rametli Demiri, se pas lufte në viti e kanë vra atë bashkë luftarin tonë, rrethonat e ti nuk i dim, mu më vjen keq se ka ndollë ashtu ai rast, se ka qenë një luftetar i 3 luftrave tona shlerimtare. Pas ative luftimeve, vjen në radiolidhje Thirin, Veselje dhe Bedri Manxholli, në përvërci me shok pej pikave poshtë, ku për herë parë do ta përmens, se asnjëherë nuk u fol për ata. Është Bedri Krasniqi ka hi i pari i fshatit të Miqin Suharekës, edhe kur ka ardhur me bashkë luftarët në përvërcime, për fatkeq se forcat serbe janë shpërndarë më përmal, na bin 2 bashkë luftetar heroikisht, Afrim Gashi i Hajvalis dhe Xhafer Lipoveci i Gjakovës. Edhe pse ma shumë, do shta nuk më takon mu me fol, pse për këtë pjesën aty në Edim Bedria, e Hasan Krasniqi, e Azem Suka, është invalid i luftës, edhe shumë rand ka qenë i plagos të bataljoni jonë, aty në ju takon me fol për ata. Edhe pasim ka orë Bedria, thot, për hajrë plagët, thash hajrë pash për Gjafa dhe Afrimi në kanë ro dëshmor, tha lavdi, edhe ka bërtit Bedri Krasniqi, tha, sa ma shpejt, këto të plagosmi, tha, do të mi hek mrapa vi. Pej aty të janë angazhu të gjithë bashkë luftetarëve, më kanë shu të poshtë, po kur më kanë shu aty pej bunkerit, Veseli o konë krajnë e djathë, e Rambo. Edhe del aty, edhe më ka për dorën e djathë, tha, o vlo, në rast se vdes, tha, hakun ta këna nëzirë 3 fish. Tha, mësa qesin si qelë, veç i kom thonë, Vesela, ka mundësi me mull pak ma poshtë, edhe i kom shu këshu ftyrës, në grusht. Rusa, Serba, se unë nuk e kom ditë atër se qka është. Edhe më kanë shu për pjetë. Në ato momente, se unë në intervjistën e parë, s'kam dosht për menë, se ka arë se si me e luftu vetë vetën, për kjo një dëshmi e gjallë. Edhe në atë moment e kam qu dorën e këputur, edhe i kam thonë, fal i kovë gjako im kësaj toke. Edhe prej atyt, thash ju, bëhonit fort, se unë veç ndimën e parë dhe ta marrë edhe dhe të kthejem opet në front. Po me të realitetin, unë unisa për botën tjetër. Se o konë shumë vështirë o konë, edhe ta spjegoj shumë vështirë, sepse shumë shok nuk i kemi mesin tonë. Pastaj filluam një 850 metre vija ajrore, më stalon pa përmen ku doktori i respektum zotri Afrim Sulemani me stafin e ti, më prit këtë Mina Helsat e din bashkëluftarët ku kanë qenë Mina Helsat pozicionume dhe është një shtëpi për ballë vërrezave dëshmorëve në Koshare, po kur e morën vesht që i shkit kanë shumë humbje të madhe, pa ndërprej zjarri granatimeve, mujnë me dëshmu edhe shokët që i kanë qenë prezent duke më mbajtër mu. Aty ma jep 2 aneksione më zgabajt ashtë 1-2, se janë nisi edhe trupi me muftohë, shumë gjakderdhje pitana ondve. E ma nxet doktor Afrimi, ma nxet infuzionin, edhe me njerë i e purdin, thot, hecni, qënje të Pizgaveri edhe një 150 metre mrapa, qashtu ata bashkëluftetarët beso Sadri, se kanë hi ma për ujë, nuk e kanë kërsej as vetë vetën, veç ma shpëtën jetën. Se ti nuk mund është mirë rëfi në zjarjet e luftës,
për 2 minuta ose 4 minuta. E vërtet. Historia është shumë e dhimbshme e këtij populli. Qesin Pizgaver, doktor Afrimi, do shta o keq me thonë, me lot në sy, për pjekjet, maksimum, Habibi ishte edhe me mua në Pizgaver, i thot, shikoje Nuhën doktor, sune thot jam malet, Nuhën të pështem sot është shumë aran. Po ati